Amendamenti i kërkuar nga një grup deputetësh të gjelbër në Parlamentin Evropian, i miratuar me votën e shumicës në Parlamentin Evropian, bën thirrje që çdo projekt në fushën e turizmit në zonat e mbrojtura në Shqipëri duhet t'i nënshtrohet vlerësimeve gjithëpërfshirëse të ndikimit në mjedis në përputhje të plot me standardet e BE-s, duke përfshirë një proces transparent pjesëmarrjes publike me komunitetet lokale, shkencëtarët dhe shoqërinë civile. Pra, fokusi është edhe nga Europa, mëkat që me sa duket çdo gjë e kërkojnë me standardet e tyre. Po patjetër që po, se me pak fjalë është bërë balt Shqipëria, e kanë bërë balt. Ndërtojnë dhe japin leje atje ku duan pa marrë masa fare paraprake për atë që është as digjesa publike me palët dhe me njerëzit, me popullatën interesuar të atij vendi. Po as një transparencë të themi e projektit në vetvete, as se çfarë rezume totale të situatës, dhe çfarë të mira dhe çfarë të këqija mund të sjellë ky projekt, dhe sa e dobishme mund të jetë për komunitetin e atij vendi dhe për gjithë shqiptarët në tërësi kur flitet për projekte të kësaj natyre siç është çështja e Zvërnecit. Ka bërë mirë BE-ja që ka vënë një limit dhe ka ngritur një mur kundrejt Ramës, por Rama është manipulator i Zotit. Për të manipuluar BE-n është shumë i Zotit. Mjafton t'i ulet në gjunjë kryeministres italiane dhe shumë të tjera. Shiko, ai ditë të tjetërsoi vullnetin e BE-s nëpërmjet dhënies me pikatore të asaj çfarë ata duan, të bërjes së ligjit në mënyrë të tillë që të interpretohet nga ata që nuk do ketë asnjë ndikim në mjedis ose s'do ketë asnjë ndikim në komunitet dhe ja çfarë morën atë që duan. Unë shpresoj dhe po hezitoj nga ana tjetër faktin që të mos ndërtohet në Shqipëri, se Shqipëria është bërë katraur në ndërtime. Është bërë katraur një shëmtish shumë e madhe, ndërtohet në çdo vend një ngjyrë e kuqe, një ngjyrë e verdhë, nga ana tjetër një 15 kaç, një kaç, nuk ka asnjë koncept të brendshëm të territorit për ndërtimet dhe asnjë korridor ajri nuk është lejuar më që qytetarët të marrin ajër. Qofse jemi në këto temperatura që jemi dhe në ditën në vijim do jenë temperaturat akoma më të larta, do kemi vështirësi dhe në frymarrje. Në qytete si Tirana po vinë dhe qytete të tjera që do kenë vështirësi në frymarrje për shkak të mbylljes së korridorit të ajrit, për shkak të katraurës së bërë ndërtime. Pastaj ndërtimet, ju e dini fare mirë që janë dhe ndërtimet masive të kësaj natyre, gradaçelat në këtë vend janë një mjet joshës për pastrimin e parave. Pra, hedhja, këtë na e ka mësuar Italia në vitet 80-90, ku i pastroi mafia italiane parat? Në ndërtime. U ndërtua Palermo, u bë thua aty gjysma edhe 3 çerkuj ndërtimeve ngelën bosh, po ndërkohë që aty filloi mekanizmi, filloi lavatriçja. Dhe këtu pak a shumë po bëhet e njëjta gjë. Pra është një formë kjo që padyshim duket një lloj qasje e njëjtë me atë çka ka ndodhur atje. Është forma më joshëse dhe është vënë në zbatim po bën disa vite.